Shumica e qytetarëve ose bashkëvetarëve që jemi në Britani e kanë marrë rrugtimin gjithashtu për Kosovë. Kemi informata përmes online, mirë po nuk janë të duhura që të dimë se çka është duke ndodhur. E dim që edhe atje faktikisht organizohet votimi për të gjithë qytetarët kosovarë që jetojnë në Britani, e të cilët janë regjistruar për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës me post. I bie që i gjithë procesi të filloj me probleme, që në start kemi probleme, e problemi i parë është ku nuk janë nisur pakot e votimit me kohë, është dashur që votimi të filloj të premtën, por pakot me fletë votimi janë nisur dje, dhe pritet që këto ditë, sot nesër, brenda javës edhe të filloj procesi votimit me post. Si shihni një gjë të tillë? Përshëndetje Kushtrim edhe të gjithë shikuesve të TV Dugaxhinit. Mund të them se është problem. Faktikisht problem i cili ka zgjedhjen që siç e thatë edhe ju, përmes postës mund të votojmë. Mund të them që jo ndoshta vetëm përmes postës, se shumica e qytetarëve ose bashkëvetarëve që jemi në Britani e kanë marrë rrugtimin gjithashtu për Kosovë, ku pritet që të votojnë aty personalisht në të gjitha pikat që janë të paraqitura për ta. Unë isha në një bisedë me kryetarin e LDK-s në Britani, i cili gjeti pak kohë se me dje koftë ne kemi ndoshta shumë obligime të mëdha dhe koha nuk po premton që të jemi në biseda të shpeshta. Mirë po, ai gjeti kohën të më thotë se ishte pyetja ime për të se si po zhvillohet procesi i votimit, pasi që nuk kemi ndoshta një qendër apo një informatë se si po vijojnë këto votime. Kemi informata përmes online, mirë po nuk janë të duhura që të dimë se çka është duke ndodhur. Zoti Sulejmani tha se ky proces ka shpreh ndoshta pakënaqësi shumë të mëdha, frustrim në çdo aspekt. Se jemi duke folur për shtetin tonë, për shumë ne kemi lëshuar Kosovën, pikërisht për shkak luftës, për shkak konflikteve, dhe gjithë synojmë të shkojmë për një Kosovë të mirë, më të lirë, në çdo aspekt, në çfarëdo mënyre. Zoti Sulejmani theksoi se votat janë të fshehta dhe se është e drejtë edhe përgjegjësia e çdo qytetari të vendos lirshëm votoj për parti politike, për ata të cilët e kanë bindjen që do të jetë shumë pozitive për Republikën e Kosovës. Ai gjithashtu ju shpreh edhe gjuhës të urrëties në pyetjet time lidhur me komentet negative, se nuk mund t'i shmangen këtyre pyetjeve në rrjetet sociale, po flasim ku ne jemi shumë të angazhuar, sikurse media, po gjithashtu edhe qytetarët. Më pëlqej që të them me respekt, ai tha se nuk duhet ti pranojmë këto komente negative, edhe uron që këto urrëtie të ndalen në rrjetet sociale. Beson që shumë shpesh këto po shfaqen nga personat të ndryshëm. Po, zonja Paçarada e përmendet që faktikisht shumë qytetarë të kosovarë që jetojnë në Britani tashmë janë nisur ose edhe planifikojnë që të vinë të votojnë fizikisht në Kosovë, derisa në anën tjetër thatë që ka mungesë të informatave sa i përket procesit të votimit në Britani, në vendet ku janë caktuar faktikisht për të kryer ky proces. Cilat informata mungojnë dhe cilat janë ato konfuzionet që shkaktohen tek qytetarët kosovarë që jetojnë atje dhe që duan të votojnë? Informatat nuk është ndonjë link apo ndonjë qasje, po flas unë si media, e kam këtë informat, po nuk e di se a mbrin deri te ata që e kanë të drejtën e votimit. Atëherë nuk është ndoshta diku një informat, po flas për Britaninë, që të jetë sa më saktë këto ndryshime që tani edhe ju thoni nuk kanë mbri njerëz që nuk e kanë mundësinë të vinë të votojnë personalisht, nuk e kanë mundësinë me post. Ku vinë ato?
ku shprehen, se si të votojmë, nuk e dim.